Enti rregullatori i energjisë vendosi që çmimet e shitjes me pakicë të energjisë elektrike për klientët fundor që furnizohen nga furnizuesi i shërbimit universal të mbeten në fuqi deri më 31 dhjetor 2026. Vendimi u mor në mbledhjen e bordit të erës pas vlerësimit të treguesve financiar dhe ekonomik të furnizuesit të shërbimit universal, nga të cilët rezulton se çmimet në fuqi mbulojnë kostot e aktivitetit dhe garantojnë funksionimin normal të shërbimit edhe për vitin 2026. Për konsumatorët familjar që konsumojnë deri në 700 kWh në muaj, çmimi është 8.4 lek për kWh, ndërsa për konsumatorët familjar që konsumojnë më shumë se 700 kWh në muaj, çmimi është 9.5 lek për kWh. Po ashtu ere shtyu deri në fund të vitit 2026 edhe vlefshmërinë e çmimit të energjisë elektrike për karikimin e makinave elektrike në pikat stacionet me fuqi të instaluar mbi 11 kW të lidhur në nivelin e tensionit 0.4 kV. Çmimi i energjisë elektrike në pika stacioni karikimit të makinave elektrike me fuqi të instaluar mbi 11 kW të lidhura në nivelin e tensionit 0.4 kV është 22 lek kWh, ndërsa në planin pik është 25.3 lek kWh. Ere thekson se në rast se pas rishikimit të tarifave të shpërndarjes së energjisë elektrike do të ketë ndryshime në kostot përkatëse. Këto do të reflektohen më pas në çmimet me pakicë për klientët e shërbimit universal sipas kuadrit ligjor në fuqi. Vendimi është botuar në fletoren zyrtare.